ndryshe në Top Albania Radio. Atëherë unë dua të të falenderoj shumë Estrella Galicia, kjo birrë spanjolle me 0% alkool, që vjen nga një kompani shumë e mirë në Shqipëri, po megjithëse që ta dish Albania Estrella Galicia bëhet vetëm në Spanjë, edhe është një birë që prodhohet nga një familje në 5 breza, prodhon këtë birë, nuk është kompani, edhe prodhon këtë birën. Janë zakonisht birrat artizanale, pra që janë regionale ose të një qyteti ose një zone që janë të vogla, nuk janë kështu industriale, janë gjithmonë më të mira. Kur kam jetuar Premium Distribution. Premium Distribution e sjell në Shqipëri. Tani, Gëzuar. ajo që na ndodhi ne gjatë publicitetit edhe gjatë lajmeve të orës 19 është që Albani me shumë kursim dëgjuam ca nota aty edhe ca. Mos fol për emocionova shumë. Mos fol të ti qan kollaj. Duke di pse ka qenë ndjeshme. Domethënë, si ajo Elona shpërthyese që qesh gjithkohës, ti loton një përgjigje emocionale dhe në fakt rrënqethja ishte kur dëgjova atë gjën që e di cili është një nga mendimet që më kalon është për njerëzit që jetojnë jashtë, edhe do t'ju vijë ajo këngë shumë do e përjetojnë si mua, jam e sigurt që do e përjetojnë kështu. Ta relaksojmë situatën, ne kemi përgatitur ca gjëra tjera që kanë të bëjnë me rrënjët, me këtë album tëndin që besoj që do jetë një sukses i madh, mendoj unë, paktën me ç'na ke treguar deri tani, ç'na ke thënë. Prismërinë vërtet e ka njerëz për ty, po unë jam i bindur që asnjëherë nuk zgënjen nga prodhimet e tua. Faleminderit. Do plotësojmë fjalin tani? Do plotësojmë fjalin tash. Ai mirë, ja falenderoj dhe unë. Elona ka bërë ca fjali gjysmë, ti plotësosh ti. Okej. Rrënjët për mua janë identiteti. Ky album është ndryshe sepse pikërisht bazohet, nga një fjalë? Jemi sa dush. Plotëso fjalin. Ky album është ndryshe sepse është ndryshe sepse bazohet tek ndjesitë e mia dhe tek asnjë gjë e paramenduar. Nëse nuk do isha artist, rrënjët e mia do më çonin drejt ndoshta jo këngëtar, po drejt artit në përgjithësi. Ndoshta jo këngëtar, mund të isha diçka tjetër, por do isha diku ku mund të krijoj edhe mund të shpreh artin në forma. Një gjë që nuk do ta harroj kurrë nga rrënjët e mia? Një gjë që nuk do ta harroj kurrë nga rrënjët e mia është muzika. Prandaj po vi. Sa e bukur. Nëse rrënja do të ishte një emoji, cili do të ishte? E bukur kjo. Një lule pranverore? Po mendoja vetëm emoji ato që kanë me fytyrë. Po, ato të Instagramit, ato emojit, po. Po jo, është një tjetër që ka ja 3 yje. 3 yje, po. Ato 3 yjet janë kështu, Kanë një gjë ato janë si sparkle, që kanë ato. Drejt. Shumë e bukur është. Nëse albumi do të ishte një vend në Shqipëri, cili vend do ishte? Nëse albumi do të ishte një vend në Shqipëri, cili vend do të ishte? Është vështirë sepse Vlora, bëja fora. Është vështirë tatuazh sepse nuk është vetëm nuk ka vetëm ato ndjesitë e jugut, ka edhe shumë të veriut, po mund të dominojë ndoshta pak më shumë një qytet nga jugu. Qytet nga jugu. Jep një sekret nga rrënjët e tua që askush nuk e di. Rrënjët e mia apo të albumit? Të miat. Të tuat. Askush nuk e di. Mos po e marr shumë seriozisht, po them një sekret. Mos e merr seriozisht, Se di ç'a mund të jetë. Nuk ka një sekret. Me që ka dalë filmi i Michael Jackson tani për shkak. Po. Isha i vogël, un kam pas një gjë që imitoja Michael Jackson edhe Shiko. Me vërtet e kërcej kështu? E bëj ato gjëra ato ecin kështu? Po bëj ato gjërat ashtu edhe këndoja, kuptohet? Edhe kjo ka qenë një gjë që kur isha i vogël shumë çunat e lagjës se këto rreshtoheshin dhe më merrnin seriozisht. 10 çuna. Aty pra ka nisur turi i parë i koncerteve. Më kujtoa nga filmi Michael, se kam para kohë. Alban, përpara se të kalojmë tek pyetje pa nivel, unë do doja të ndalesh edhe sigurisht tek turnet, koncertet e tua që kanë qenë të përmasave të mëdha. Unë nuk njoh asnjë shqiptar nga njerëzit e mi të afërt. Jo, flas njerëz që kanë shkuar në koncerte të afërm, njerëz që njoh që Lona jemi ke koncerti i Albanit, ai Milanos ishte super, ato në Gjermani yll, po. Siç na ndodh mua për shembull, se me që disa nga instrumentistët që punojnë në top janë pjesë e orkestrës të. Po. Dhe ato kanë, domethënë, ato janë shumë të gëzuar dhe të kënaqura që janë pjesë e orkestrës
turneve tua. Do të thënë, ato e ndjejnë gjithë ato suksesin njësoj si artisti që janë artistët vetë. Janë shumë të kënaqur vërtet. Edhe na tregon çik më shumë. Jemi bërë një grup fantastik edhe me të vërtet tani u bën vite që jemi bashk edhe një energjia është fantastike. Domethënë ki parasysh që nuk është vetëm një punë për ne, është një eksperiencë kurdo ku shkojmë. Edhe kuptohet që un kam pak më shumë tension se ata e shijojnë më shumë se unë jam pak më tension. Po zakonisht mbrapa un lëshohem. Jam un showmani pastaj mbrapa. Sepse duhet të rekuperoj ato gjëra. Sa koncerte janë bërë Alban? Grup fantastik. Tani varet sepse rrugtimi është i gjatë. Ky motiv nisi nga Tirana, po ne kemi punuar edhe më përpara. Ju e mbani mend koncertet që u bën Pallat Kongreseve. Po, 2018 me Orkestrën Simfonike, po ne, shikomore, po ne kemi bërë një tur me digital në 2008-2009 diçka nëpër Shqipëri, se nis nga një gjë më e vogël për të arritur tek. Ka qenë më i vogël, ndoshta edhe pak më si më thënë pak i organizuar, por për shembull vajzat që kanë qenë që herët, Inesi kanë qenë për shembull që te koncerti mia tek ti e mbaj mend koncertin tek Akademia? Jo, tek Katedralja ortodokse. Po, e mbajmë që ishte një sallë më modeste, po nuk po. E kemi çuar në Prishtinë, e kemi çuar në Kosovë, në Gjakove, kemi bërë një rrugtim shumë i ngadalt. Ky nuk është i rastësor, domethënë ngadalt, pastaj arritëm tek stadiumi. Nga stadiumi kemi bërë Tiranën, pastaj Milanon, pastaj çfarë kemi bërë? Gjermani. Prishtinën për 4 net ishte. 4 net Prishtinën, Athinën edhe Londrën. Londrën. Tani kemi Gjermaninë. Gjermania kur rini Gjermania? Gjermania është në datën 16 dhe 17 maj. Tash maj më? Tani për 2 javë erdhi. Besoj se sold out, Sold out nata e parë, nata e dytë është 90% sold out, kështu që ju ftoj të nxitoni, por gjithsesi, domethënë reagimi ka qenë fantastik, flasim për nuk e di sa fiks, domethënë po flasim për janë 2 net dhe gjithsej mund të jenë rreth 15000 veta, është një arritje jashtëzakonshme që ja ka kaluar pak ndoshta pak edhe Milanos, gjë që unë nuk e prisja ndoshta në Gjermani. Milano më duk një gjë fantastike me thënë drejtën. Ishte amazing, ishte wow, ishte shumë e bukur. Këtu është një sallë shumë e bukur, Porsche Arena në Stuttgart, është sallë moderne me kushte shumë të mira, po dhe shumë e bukur për si eksperiencë, domethënë është mirë menduar, është sallë multifunksionale, po me të vërtetë shumë. Alban, po si e ke projektuar? Ka ende qytete, ka ende tur apo jemi në shtator, në 11 shtator jemi në Zvicër në Zyrich. Domethënë kemi pauzën e verës, pastaj jemi në 11 shtator në Zyrich, në 2 tetor jemi në Suedi në Stockholm. Bukur. Dhe në nëntor, këtë po e zbuloj tani. Në Amerikë? Nuk e kam postuar këtë, nuk e kemi shfaqur, po punojmë që në nëntor të jemi në Vjenë, në Austri. Në Austri. Po, dhe kam përshtypjen që fillimi i vitit tjetër na kap Amerika, aty po mundohemi të bëjmë një gjë. Dhe kam përshtypjen se ndoshta po i zbuloj tani, nuk e di sa e vërtetë është, po them që ndoshta me Amerikën dhe besoj jashtëzakonshme sepse asnjë shumë pak nga Amerika kanë pas mundësi të vinë në Europë. Në Europë për shembull edhe lëviz dikush nga Tirana vjen një orë gjori aty. Dhe atje presin bëjmë shumë të bukur dhe besoj që aty mbyllet turi motiv. Mendoj që mbyllet turi motiv, janë gati se disa i bie 2 vite e pak, 2 vite gjysmë. Dhe mbyllet turi motiv, nuk e di çfarë do bëj pastaj. Se mbyll në Tiranë. Ktheu edhe një herë në Tiranë se mos gjej. A mund të kthesh Tiranë se mos gjej un Birzulikun? Ti pastaj bësh murg edhe gjej album tjetër. Po, mund të ndodhi ajo pastaj. Me muzikë tibetiane. Tani për shembull, a ka rastisë se ti je mësuar me këto skenë të mëdha, a ka rastisë që të kanë thirrë një koncert diku të vogël ti thua, më keq. O shoku, ku shkon me gjithë respektin po tash. Un kam qenë shumë në këtë aspekt me këmbë në tokë sa ishte akoma gjëja e pasigurt, sepse kisha nevojë për financat e duhura, për të bërë këngët, albumin, stafin, njerëzit dhe më është dashur edhe kur kam bërë koncertet më mëdha me kokë pikjat në një natë të vogël në një klub në një gjë, që është dallim shumë i madh, por më është dashur ta bëj dhe e kam bërë. Tani nuk po e bëj më, u bë disa kohë që nuk dal më nëpër klube, sepse dua që ky të jetë standardi im, por nuk përjashtoj disa data për shembull në ver që mund të jenë festivale, sheshe, disa gjëra, ndoshta jo më shumë se 5-6 evente. Se dhe fansat duan të shohin. Ose jetë shtëpia në jug ti dhe zbretat. Po ajo ndoshta. Po bëm atë turin me Portokallinë, do të marrëmi ditën e të këndosh ku të kemi një nga ato, edhe mund të bëhet. Ato janë evente gjithsesi
nuk dua të nënçmoj lokalin, po lokali ka një gjë tjetër që është shumë vonë edhe nuk e ke publikun. Fort jeni olla, si ju vjen zërin 4 mjesit. Po 3. Ne jemi duke parë ëndra, Albani dhe shumë kolegë janë. Kam munduar shumë vite në orën 2:30, 3 të natës, edhe duke që se jemi dhe familjar tani dhe kemi dhe ritme tjera, edhe unë edhe Olti kemi qenë kështu. Si keni bërë këtë? Pirët bullë kështu gjithë ata se më të rinj, dhe ishte që biologjike që gjëja. Është shpreha çdo gjë me mosh. Me mosh. Me mosh pra tani, tash han, ço mua nga krevati ti se ka. Na tash po si bën trego moshën ti. Një DJ. Jo, nuk ri më kështu 4-5 mëngjesit ke DJ, rreshti. Skelti, dëgjoj ne do bëjmë shkëputjen pak më vonën. Apo jo, e gjys, kemi edhe 12 minuta, kështu që kemi rubrikë që kemi pyetje pa nivel. Domethënë pyetjet tona janë skandaloze, përgjigjet tua duhet të jenë me nivel patjetër. Jo, më pa nivel. Se me thënë të drejtën deri tani pyetjet i kemi patur. Kemi pasur. Me thënë drejtën. Faleminderit për vlerësimin se gjithsesi nuk është e lehtë për ju. Është ti je një këngëtar shumë i mirë. Je ti dhe një biznesmen në nivelin e këngëtarit? Për sa i përket industrisë muzikore, besoj që jam në kuptimin që bëj kujdes, nuk jam kuturu, jam njëri që patjetër Olti që ishte deri pak para këtu. Olti ka zaferi, joni dashur. Për Oltin, në fakt, sa i rëndësishëm është Olti për ty, edhe sa punë bën Olti. Po Olti, shkurt. Olti është kyç në punët tona, edhe patjetër neve jemi ende staf i vogël, domethënë jemi unë dhe ai. Jemi si unë dhe ti, e këndojmë bashkë një herë kështu këtë këngë, ne këndojmë me të vërtetë. Që u martova unë ta dini, plasëm vishek zjarrit i shell. Po, me unë dhe ti ja martova. Ti u martove, po unë me Oltin po të më çelë. Jo lart. Ju keni martesë artistike më vëlla, çka martesë artistike? Edhe kemi qenë kështu në fjalë ne të dy. Tani për shkakun gjërat janë bërë shumë të vështira dhe po shohim pak të kemi një ndihmë, por realisht Olti për shkakun se pjesë, sidomos te pjesa që thuat më thonë za biznesit që gjithsesi shumë i rëndësishëm në fushën tonë, në këtë industri, është kyç, po fatmirësisht dhe unë jam një njeri që nuk rrit totalisht indiferent, jam ai artisti, jam njeri që kur është për punuar aty punoj. E kisha këtë pyetje, po gjithsesi. Mund të ishe bërë ti i suksesshëm sa të shih këtu në Shqipëri, po të kishe kënduar vetëm anglisht në botë, për shembull. Si ka shkuar në mendje këtë gjë apo? Ka kënduar ca këngë anglisht Alban. Ka kënduar, po nëse do investohesh. Nuk e besoj. Nuk e beson. Ja. E di pse? Sepse artisti unë ka shumë në botë, nuk është një ka shumë. Amo lëri modestia. Jo, me të vërtetë them. Unë vetëm tani bota është e madhe sigurisht që ka artistë duash bota po. Unë vetëm në Itali ku shkoj them, wow, e kupton sa shumë janë, kanë tekste të thella, sa shumë këngëtar kanë. Sa shumë. Po Italia do të ishte një vend që do të jepte të njëjtat mundësi si Shqipëria, si e mendon apo vështirë? Nuk jam shumë i sigurt. Thash edhe një herë, ata janë poet në shpirt, edhe njerëzit i takojnë rrugë, taksisti është poet, italianët janë kështu, krijojnë perla. Por nuk di ta them. Me siguri do kishte qenë më sfiduese, po kjo është edhe për çështje kulture, ku shkon o Linda Ndej ose rritesh i vogël si Miriami, për shembull, që ka vajt 5 vjeçë dhe u gjermanizua dashur pa dashur dhe ishte produkt gjerman kur doli. Miriami për shembull ka bërë një eksperiencë, ju e dini, të jashtëzakonshme për ato vite. Me ato grupin Preluders, më e bukura grupit më simpatike, sa jemër, sa je. Po i rinte gjëja, unë vajta pak më i madh, unë po të kisha hyrë në një grup ashtu, do kisha çika të kompleksin. Nuk e vënte dot kështu. Kënga jote më e dobët që ke kompozuar. Kush është? Oh, ti ça pyetje. Kënga më e dobët. Jo, ka. Ama ka këngë të dobët tash. Ka. Se është me këmbë tokaj, nuk është kështu. Ka një gjë të mirë që un kam bërë jo një, po plot këngë të dobta, po kam një gjë, ka një gjë truri im që bën që i eliminon kështu vet. Mundohet t'i harroj. Edhe nuk e ka dëgjuar njëri, ëh. Jo, ose i ka dëgjuar shumë pak. Ja, ato këngët anglisht duket ato janë grop. Po italisht, ke këngë italisht s'kam dëgjuar. Ato janë më grop ato, kështu që le. Vetëm ty e ka bërë italisht. Grop. Kush është nga familja jote? Kam kënduar italisht si Gabçe, e kupton, edhe perché la voglio a ti. Po. Io penso se më vikar po dashi. Si e ke kënduar? Sot jam modifikuar dhe sot jam modifikuar dhe e kuptoj shumë mirë se si duhet bërë. Dita se kam eksperiencë. Po për shkak kam kënduar këngën My Oasis anglisht e albumi i parë. When your fingers carry slowly and shiver up my... My Oasis, po, kujtova!
Kur e kthej në shqip pasaj buza jote si petale trëndafili. Ria. Unë do ta bëj tani dhe anglisht. Tezër të rozë. Kush është fanci më i zjarrt nga familja jote? Për ty. Janë të gjithë për Zotin, janë shumë të Apo se çuni është shumë, dua mirë shumë. Nga familja, më fal, mendova se kam dy familje. Familja aktuale. Nga familja, nga vëllezërit, Jo, kam familjen time, të vogël dhe të madhe. Familja madhe themu, familja madhe, vëllezërit, edhe fëmijët e tu, Miriami, to tjerët. Kush zë vend parë thashun në një që për momentin që është shpreh shumë që është number 1 është Duami. Unë pra se e shoh në Instagram, çmonde. Mirë se vjen në shpirt bak. Sa futen tani kam atë dhe Spotify atë koncertin live, gjë e parë që është pa ma thënë vetë ai, pa thënë gjë ai. Tak. E vjen shumë. E vë atë të parë, mirë se vjen në shpirt. Po, ishte publikuar para ca ditësh, është i mirë shumë, i bukur shumë është. Po ka dhe gjëra tjera ai. Ti bën çdo gjë që thot menaxheri, Olti në rast apo ke veton tënde në vendimmarrje? Jo, ne konsultohemi patjetër, edhe Olti, fjala e Olti është shumë e rëndësishme në çdo vendim. Nuk ka diskutim. Vendime vet unë nuk marr, gjithmonë konsultohemi. Patjetër që unë thash jam një njerëz që jam rrahur. Më ka rrahur jeta dhe se duke qenë artist shqiptar ke qenë dikur flasë, para Olti ke qenë pak dhe vetë menaxher, vetë producent kështu. Dhe patjetër që përfshihem, por është shumë e rëndësishme të konsultohemi bashkë. Madje kohët e fundit edhe domethënë edhe Miriami është tepër e rëndësishme. Tani madje kohët e fundit ka filluar flet Miriami, flet Olti me Miriamin. Mos digjë, marrin vendime ata për shembull. Ua, po të lejojnë punën ty shumë mirë. Kur më pyet Miriami për diçka them prit pyes Oltin. Kur pyet Olti them prit pyes Miriamin. Këto janë dy njerëzit më të rëndësishëm edhe në jetën e karrierë. Menaxhim. Mua s'bëhet fjalë. Tjetër këtu. Kështu, monopol. E kam përthyer. Të mos jesh viral në rrjetet sociale Alban. Jo me këngë, për shembull duke gatuar video fani, duke luajtur me fëmijët apo ndonjë hedhje kështu në pishinë, nga videot që ne shohim shumë në Instagram dhe ti nuk je shumë viral në këtë pjesë. Domethënë dhe kur del ke ato lajmërimet e tua, turnet, koncertet, biletat, a ndikon në suksesin artistik si në rastin tënd? Në kohë që jetojmë ndikon, në tregun botror kam përshtypjen që ndikojnë, po në një Shqipëri të vogël me 2 milion plus Kosova, domethënë 3, 4, 5 milion sa mund të jemi ne gjithsej, besoj që një artist që ka për të thënë diçka të rëndësishme artistikisht, arrin. Se është vend i vogël. S'ka nevojë për to, domethënë që nuk ashtu. Madje thash dikur për shembull më thonin që posto bëj nëse do bësh stadiumin, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë atë. Dali kjo thash, unë nuk do ndryshoj karrierën time. Unë jam blogger, influencer. Për 6 muaj që të shes çka ka ndodhur dhe nëse do vi, domethënë, edhe kështu që ku jemi, por në një fazë të jetës time tjetër ndoshta që kur ti je më i lirë, se duan dhe kohë këtë punë. Mund të dedikoj kohë të ndaj më shumë momente nga jeta ime, edhe pse jam i çik i ngurtë. Po njerëzit janë kurioz, për shembull kushtojnë storyt e Miriamit, se nga Miriami shohim më shumë. Ti para 2 ditësh i ngeli droni si për ambazhurit, desh u thye ambazhurit, desh era Albanit. Po njerëzit janë. Jo, kështu un kam, domethënë momentet e mia, jam madje po të njohësh aty thua, wow, se ka momente humoristike sa duash, po ku ti gjon sikur u poqëm edhe sikur u poqëm nuk kemë nevojë pse digjemi tash. Urita u poqe. Shkon ti në koncertet e kolegëve? Shkon koncertet e tjerëve? Po s'kemi pas shumë koncerte. Patjetër ku kam pas, ke shkuar për shemb? Jo, këto kam pas shumë pak koncerte që un kam me të vërtet kam rastisur që të mos jem, por nëse do ndodhte për shembull në një koncert të Yllit për shembull ose të Elvanës ose do kisha shumë qejf të isha pjesë tamam si spektator. Sepse neve jemi domethënë një grup artistash që po rrezikojmë, po provojmë kështu dhe është gjë e mirë dhe suporti besoj që është i mirë në këtë rast. Bukur. A paguhesh ti si ambasador i UNICEF-it? Merr lek? Jo, se po mendoja diçka tjetër. Jo, po mendoja për koncerte, tash kush bën është edhe Noizi që bën koncerte dhe kam filluar dhe artistë tjerë të rinj. Jo, ajo është mënyra ime, domethënë ajo është un jam shumë i lumtur që kur ndodhi kjo gjë sepse ne kemi një jetë shumë frenetike dhe të vrrullshme dhe ndonjëherë
duam të bëjmë diçka, të ndihmojmë, po kemi fokus, kemi kohë. Kështu që ai më ka ndihmuar shumë UNICEF-i që të jem tek problemet dhe të jap kontributin tim sa aq sa tjetër. Të pyetjen e radhës e ke shumë bukur. E kam bukur. Po pyetje pa nivel këto. Po çfarë ne jemi më lart. Dëgjoj, ka ndodhur një sepse ti je krijues në tekst e këngë. Flasi. Ka ndodhur një që futesh në banjë dhe ke bërë një këngë të shkëlqyer. Mirë se vjen në shpirtin tim. Ja do na tregosh këngën që ke bërë në banjë. Me që është pa nivel, muhabeti. Me që ta uli çik nivel. Me që është shumë muhabeti. Me që është shumë muhabeti. Janë ca video Instagrami kështu TikTok, unë TikTok nuk i shpesh, po edhe janë në Instagram ato. Është që bëjnë kështu. Bëjnë melodira, kompozojnë kështu nota shëtmeshme. Është një nëse po ulim fare nivel bata. Me kështu e marrën në këngën e Chris Isaac, ajo. Po. E ka bërë më shumë. Edhe pasaj ai DJ që i bërë remix e lidh me këngën. Ore ti çka këngë ke bërë nga ato? A ke pasur frymëzim ke unë kam bërë vetëm cover. E bukur fare. Cover banjë. Duket se ka këndu këtë që sa po tha, po stregon vazhdoj. Dgjoj, ke harruar një tekstin e këngëve sepse zakonisht për shembull në koncertet tua se un kam qenë në këtu në Tiranë kam qenë, po në ke koncert në Korçë që ke bërë për festën e birës para një 3 vjetësh, kujtën sa ke qenë. Ka qenë koncert i bukur shumë. Kam qenë atje. A isha me band aty? Me band, me atë skenë, po isha vetëm tjetër natë. Asi këngëtar tjetër. Ka bërë super. Edhe këndojnë se në koncertet tua këndon gjithë publiku. Ka ndodhur që ti ke harruar tekstin edhe bën kështu që gjëja që vazhdoni juve. Jo, e di, unë bëj një gjë më të avancuar akoma. Edhe nuk më ka ndodhur një herë. Ka ndodhur këtë herë. Njerëzit nuk e dinë dhe tani po ta themi bie ta dinë. S'ka gjë. Ndodhi te koncerti i fundit. Më ndodh shumë pak, se thash 32 këngë do ta harrosh në një fjalë. Edhe ikën komplet blackout edhe shikoj nga Visi. Visi është Vizita Sirisi, po. Visaush është drejtori i orkestrës, shkoj nga Vishi. Sigur ka ndonjë problem teknik. Çfarë po bëni? Ndërkohë E hën orkestra. Mushë Visi. Jam aktor. Se zakonisht këto këngëtarë që janë çik në mosha ime për shembull. Këta nga që lodhen edhe vetëm për shembull, ku diun refrenin e kënon gjithaj pushonin çik. Këto vetëm salla. Sa do të ndërpresë ka